Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi nga Universiteti i Gjirokastrës se arsimi i lartë në Shqipëri ka nevojë për një rikonceptim të programeve, duke vendosur në qendër studentin nevojat e tregut të punës dhe standardet europiane. Ajo theksoi se universitetet duhet të bëhen më moderne, më fleksibël dhe më të orientuara drejt cilësisë së inovacionit. Sot nuk matemi vetëm me çfarë kemi bërë, sot e tutje ne do duhet të matemi me një treg europian, atje ku po përgatitemi të hyjmë në vitin 2030 dhe universitetet do duhet të reformojnë mënyrën se si, dhe kjo vlen për të gjitha universitetet shqiptare, me qëllim që programet të mos jenë të orientuara thjesht ndaj pedagogëve, po duhet jenë të orientuara ndaj studentëve, për t'ju ofruar atyre mundësi të tilla që programet që bëjnë, leksionet që marrin dhe sidomos diplomat që do të fitojnë, t'ju vlejnë në një treg sa më ndërkombëtar. Kumbaro nënvizoi gjithashtu se prioriteti kryesor mbetet ndërkombëtarizimi, i cili forcon cilësinë e arsimit të lartë e universiteteve shqiptare. Një shembull i qartë i këtij orientimi është bashkëpunimi mes Universitetit të Gjirokastrës dhe Universitetit të Janinës, i cili po kontribuon në modernizimin e kurikulave, rritjen e cilësisë së programeve dhe zgjerimin e mundësive për studentët. Gjirokastra ka fatin e madh që të jetë një qark kufi me Greqinë dhe ku vetëm më pak se një orë që këtu kemi një universitet të nivelit shumë të lartë siç është Universiteti i Janinës, me cilin Universiteti e Qerim Çabej ka bashkëpunime, së fundmi edhe një program të përbashkët doktoratash, por jam e mendimit dhe kjo ishte edhe tema e bisedës që ne duhet ta thellojmë. Universiteti i Gjirokastrës ka gjithë mundësinë që të kuadrin e rishikimit dhe të ligjit arsimit lartë, procesi i cili ka filluar, të shikojë, të hapi dhe të rishikojë programet e veta, sigurisht jo vetëm në gjuhën greke nga një anë e në gjuhën shqipe në anën tjetër, por edhe në atë që është sot gjuha ndërkombëtare e komunikimit anglisht. Universiteti i Gjirokastrës gjatë kësaj kohe po punon për modernizimin e kurikulave, harmonizimin e tyre me standarde të ndërkombëtare dhe krijimin e programeve të reja që u përgjigjen drejt për drejt sfidave të kohës. Nga ana tjetër, Universiteti i Janinës mbetet një pikë referimi në rajon për eksperiencën akademike, laboratorët kërkimor dhe kapacitetet e zhvilluara shkencore.